Gjykata kushtetuese rrëzoi kryeministrin Edi Rama duke lënë fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres e ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Pas një mblete që zgjati 10 orë, gjyqtarët u ndan 4 pro argumentave të kryeministrit Rama e 4 kundër, ndaj padia quhet e rrëzuar pasi duan 5 vota për të miratuar një vendim në gjykatën kushtetuese. Pas këtij vendimi, Belinda Balluku është e pezulluar nga posti i zëvendës kryeministres e ministres së infrastrukturës. Gjykata kushtetuese vendosi rrëzimin e kërkesës, heqjen e masës së pezullimit të caktuar me vendimin e mbledhjes së gjyqtarëve të datës 12 dhjetor. Grupi i gjyqtarëve që votoi pro ankimimit kryeministrit Rama argumentoi se për të pezulluar një ministër duhet më parë të merret autorizim nga Kuvendi. Duke ju referuar masës së pezullimit të ushtrimit të detyrës apo shërbimit publik, vlerësohet se për nga shkalla dhe intensiteti i saj, ajo prek funksionin kushtetues politik të ministrit. Prandaj, në balancimin e parimit kushtetues të efektivitetit të ndjekjes penale dhe atij të funksionimit të pushtetit ekzekutiv, në kuptim të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve sipas nenit 7 të kushtetutës, edhe për këtë masë kërkohet dhënia e autorizimit paraprak nga Kuvendi. Ndërsa 4 gjyqtarë që votuan kundër argumentuan se autorizimi në parlament kërkohet vetëm për arrestimin ose kontrollin e banesës. Kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizimin paraprak të Kuvendit për masat procedurale penale të parashikuara shprehimisht në nenin 73.2 të saj. Në këtë dispozit nuk parashikohet masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit nga detyra sipas nenit 242 të kodit të procedurës penale, ndonëse zbatimi i kësaj mase pamundson ushtrimin e funksioneve të ministrit dhe përpasoj ndërhyn edhe në veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Në këndvështrim të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, çështja e shtimit ose ndryshimit të mekanizmave balancues, ku përfshihen edhe garanci të tilla, i përket vlerësimit të ligjvënësit kushtetues. Pro ankimimit kryeministrit votuan gjyqtarët Fiona Papajorgji, Gent Ibrahimi, Mariana Semini dhe Sonila Bejtja, ndërsa kundër ankimimit të kryeministrit votuan Marsida Xhaferllari, Ilir Toska, Asim Vokshi e Sander Beci. Vendimi i gjykatës kushtetuese do të hyjë në fuqi vetëm në momentin që botohet në fletoren zyrtare.